Vetja jo më e lartë është ajo që na mund të lidh me burimin, me Zotin. Vetja më e lartë është paramendoni si një oktapod që i ka 8 kam, edhe jeta jona aktuale është një prej atyne kamve qëto. Na paralelisht jem edhe në dimensione tjera, në jetëna tjera mundemi me qenë, edhe që kjo oktapodi, që kjo kraj jon, që kjo jeta jon aktuale qëto, kur jemi të lidh me vetën më lartë, kjo na tregon, kjo na orienton, na udhëzon gjysha mas miri. Në momentin që e përfundoj misionin e kryjm këtë jetë, domethënë kjo shkon, kjo ka ngret përpjet, edhe mandej vazhdon diku tjetër ose çdo që është plani hynor. Jeta jonë plotësore aktuale, domethënë është e tillë. Na jemi këtu përkohësisht, krejt e dimë ata, e kanë ditë edhe të parë tonë, gjithmonë që kanë thonë kjo dynjë e kërkuje, e rrajshme e gjithçysh. Jemi një shumë e eksperiencave tona të kalumës, e karmës familjare, gjyshit, babgjyshit, katragjyshit, se dim na ku i kena. Ku i kemi rrojt. Ata e çfarë nami kanë lone, kemi trashëguar që ato të mirat e të këqijat e tyne, bëmat e tyne, edhe plus jetës tonë traumave dhe atyne të bëmave që i kemi bu drejtash sa jemi gjallë në këtë jetë. Në farë forme, tash kur e këshysh një ekuacion, është këgja i komplikuar.